Përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje dhe faleminderit ju për ftesën. Dhe jam e lumtur që jam këtu me ju dhe për personat që të dinë dhe të kuptojnë diçka më shumë të jetës tyre. Atëherë, për ta nisur bisedën, ju shpesh flisni për bibliotekën shpirtërore. Çfarë është Akasha dhe Akashi Records në vetvete? Okej, atëherë Akasha është një fushë energjetike, pra jo fizike, dhe mban të regjistruar çdo gjë që shpirti i çdo personi ka përjetuar në forma, dimensione, shqisa fizike dhe jo fizike. Kjo është Akasha Records, është regjistri, është si një motor kërkimi për të kërkuar çdo gjë që ne kemi pyetje. Se për shembull në këtë situatë, se kjo po më përsëritet, çfarë ka shkaktuar këtë, si është krijuar kjo. Dhe në atë dimension, në atë fushë energjetike, pra në Akash, ne mund të marrim përgjigjet dhe jo vetëm përgjigjet, por mund të ndodhë edhe shërimi. Si mund të aktivizojmë ne këtë fushë pra që të arrijmë këto, të marrim këto përgjigje dhe këto trauma ose emocione që janë në trupin tonë, në qelizat tona dhe janë edhe të trashëguara? Unë nuk mendoj që është një aktivizim, është thjesht një depërtim në atë nivel vetdije. Është teknikë e cila mund të zgjasin plus minus një orë, ku bëhet konsulta, pra ku personi tregon se çfarë e shqetëson, çfarë situata është. Bëhet seanca, pastaj bëjmë interpretimin. Si depërtojmë në Akasha, nëse është kjo pyetje ose nëse është një pyetje që dikush do dëshiroj. Ajo çfarë bëjmë, ulim nivelin e mendimeve dhe depërtojmë në shpirt. Në moment që jemi në Akash, ne i shikojmë, i përjetojmë gjërat nga niveli shpirtëror, nga niveli energjetik, jo fizik. Derisa të reagojmë pastaj deri në nivelin fizik. Ju thoni shpesh se mendimet krijojnë realitetin. Si mundet që dikush të ndryshojë jetën duke ndryshuar së pari mënyrën se si ai mendon? Okej, atëherë do e prit pak në mënyrë si përfaqësore, sepse kjo është temë gjë me të cilën mund të diskutojmë gjerësisht, por duke qenë të komplikuar. Atëherë 7 vitet e para ne marrim bindje nga jashtë, bindje të cilat nuk janë tona. Subkonscienca është si unë e quaj si spongjeri, është qes mes ujit, ku uji rrjedh dhe spongjeri, pra subkonscienca është spongjeri, ku uji rrjedh dhe subkonscienca nuk di të thotë. Pra spongjeri nuk di të thotë është ujëfiset, është i pastër, është i rregullt, është i mjaftshëm, më duhet, s'më duhet, unë gopa, s'unë gopa. Pra në njëjtën gjë, edhe subkonscienca vetëm me informacione nga jashtë, nëpërmjet shqisave fizike. Dhe këto i bëjmë tona, por nuk janë tona, sepse kemi marrë nga. Dhe gjatë jetës ne bëhemi kjo. Çfarë është kjo? Kjo bindje që ne kemi marrë dhe kemi kaluar në hije gjatë fëmijërisë. Dhe këtu më them që edhe fati nuk ekziston, por jemi ajo çfarë kemi marrë nga jashtë. Ne depërtojmë aty dhe për shembull gjërat që ne na fillojnë gjatë jetës, gjatë fatkeqërisë, ne mund të hyjmë në Akash dhe mund të pyesim për shembull siç thashë edhe pak më parë, si jemi në këtë gjendje etj. Në të vërtetë Akasha po flitet shumë që është vetëm për jetën e kaluara, por nuk është e vërtetë, ne mund të hyjmë edhe në këtë jetë që jemi, domethënë në moshën e fëmijërisë. Si mund të ndryshojmë mendimet duke kuptuar se ku e kemi marrë këtë mendim. Pse është tek ne? Dhe në atë moment kur e kuptojmë që është tek ne, por nuk jemi ne, atë ne mund edhe të ndryshojmë. Ajo çfarë do doja të theksoja është që të punojmë me shpirtëroren është ndryshe nga mendimi pozitiv, sepse ndryshimi është se mendimi pozitiv krijon vetëm një riprogramim tjetër dhe mbetemi vetëm në riprogramim. Dhe në fundit shpirti nuk ka të riprogramohet në ky riprogramim, por ka të zbulojë se kush është. Sipas jush një njeri mund të ketë të dyja energji pozitive dhe negative, apo njeriu është i predispozuar vetëm për të pasur një kanal energjetik? Pyetje shumë e bukur edhe falenderoj sepse besoj që do jetë
e dukura edhe për persona që do e dëgjojnë. Shpirti është dritë dhe dashuri. Vjen të përjetojmë atë çfarë nuk është për ta kuptuar atë çfarë është. Pra nëse është drita dhe dashuri, çfarë të përjetojmë do e dashurisë dhe frikën nga vdekja. Mungesa e dashurisë do na vinë në forma dhe mënyra të ndryshme, si për shembull mungesa e besimit, e vetë sigurisë, e vetë vlerësimit, mungesa e dashurisë etj. Të gjitha këto kanë të bëjnë me atë çfarë nuk është, ose me disbalancën e energjisë femërore, sepse energjia femërore është dashuria. Dhe edhe me siguri të plot, pavarësisht se sa kuptueshme do jetë për personat e tjerë, që nuk ekziston një njeri që frymon e jeton në dualitetin fizik, pra në një jetë fizike, i cili ka vetëm energji të mirë ose vetëm energji të mirë, sepse për aq kohë sa njeriu jeton i ka të dyja. Deri në moment sa më shumë punoj, aq më shumë e heqim të bërë energji të vajtë, etj. Pra, çdo njeri në vetvete është dritë edhe dashuri, sepse esenca ajo është, shpirti ajo është. Ai person që ne quajmë ndoshta jo i mirë, ai është një shpirt i cili ka sjell të ketë disa tema ndoshta jo të lehta. Edhe madje zakonisht janë shpirtëra tjetër, por nuk kufizohet vetëm këtu. Si mund të dallojmë ne dikë që ka energji të keqe dhe si të bëjmë që të mos ndikohemi nga energjia e keqe përreth, apo vetëm tek një individi? Prap do ta thekoj që nuk ka energji të keqe, ka një energji jo të mirë. Pra nëse unë përballen me një person i cili më bën të ndjej diçka jo të mirë, e një më të mirë, mund ta kuptoj në dy mënyra. Ose po flas për veten time, sepse për veten time dhe për personat që punojnë, do të thënë me veten, unë ose do shikoj që ky person po më paraqet diçka time për ato vite të cilat i kemi marrë sigurisht dhe i kemi lënë në hije, ose ndoshta e ka një energji i cili rrethohet nga një energji jo e mirë. Unë mund ta bëj dallimin, shumë persona mund ta bëjnë dallimin, por dallimi shpeshherë bëhet vetëm kur punojmë me veten dhe e kupton se çfarë është energjia dhe çfarë është pasqyrimi. Megjithatë, po shikoj shpesh që njerëzit po ngelen mbrapa, po thonë tjetri nuk ka energji të mirë, një ambient nuk ka energji të mirë, por në shpeshherë është pasqyrimi. Pra, duhet një vetëdije me praktikuar diferencë. Sipas jush, energjia që japim kthehet tek ne dhe si mund ta kontrollojmë këtë energji në përditshmëri? Okej, absolutisht është e vërtetë, sepse nëse mund të bëj të thjesht jo mirë, okej, ndoshta momentalisht, pra nëse të bëj të thjesht jo mirë qëllimisht, për momentin tim thjesht jo mirë, por në të vërtetë unë atë energji ka dërguar në univers dhe e njëjta energji do më kthehet e shumë pishuar tek unë. Pra nuk të bëj gjë të në fare, unë e bëj vetes time. Pra çdo gjë që ne e japim, ne absolutisht e marrim. Kjo mund të jetë një veprim i mirë, mund të jetë edhe një veprim i mirë. Gjithmonë është në dëshirën e personit. Dhe shpeshherë më fal, e ndoshta si jam, por shpeshherë po dëgjoj persona që unë jam në bëj, unë dua respektoj të dështoj, por të bëj për mbrapa. Por në të vërtetë të gjë që na vjen pa për në neve. Kjo është edhe karma, apo jo? Gjithë kjo lloj energjie është... Po, e thënë ndryshe, karma nuk është energji ndëshkuese, është energji të cilën ti e dërgon në univers dhe universi ta kthen mbrapa. Atëherë ju flisni për vetdijen, po si mund ta bëjmë një njeri më të vetëdijshëm për veten edhe zgjedhjet e tij? Vetdia është shpirti dhe sa më shumë të flisim vetdijen, aq më të lirë do jetojmë. Të lirë nga jo të lirë nga gjërat edhe nga shpirtësore, por të lirë nga gjendja emocionale dhe mentale. Pra nga pesha energjitë të cilën ne e marrim. Për të arritur vetdijen me vete. Duhet punë, është proces, do kemi up and down-et, dhe rritje, bëhet një hap para, 2-3 hapa, por çdo hap që bëhet para është absolutisht i rëndësishëm. Nuk është më shumë i lehtë, por ja vlen.
Cilat janë disa hapa konkrete që një njeri mund të arrijë zgjimin shpirtëror? Pra disa praktika konkrete që të arrihet zgjimi edhe kuptimi i të gjithë këtyre emocioneve. Unë do ta ndaja në dy mënyra. Të dyja do të çojnë në të njëjtin përfundim. Një është një mundësi të punosh me veten në mënyrë të pavarur, pra pa një udhëzues, pa një mentor. Ka mënyra të ndryshme, një rrugtim më i gjatë. Ky është një rrugtim i cili do na ulet dhe do na ngrej shpeshherë vetbesimin, besimin në botën shpirtërore, në këto teknika, në këto praktika. Dhe mënyra e dytë është të punosh me një person i cili është profesionist në këtë rrugtim. Të dyja na çojnë në të njëjtën përfundim, pra në punën me vete dhe në të dyja mënyrat, në të dyja rastet, ne do punojmë vetëm me veten tonë. Që do thotë, po marr një shembull, nëse ti do punosh me mua, do punojmë bashkë, do të udhëzoj ty, nuk mund thjesht do të udhëzoj, do të thotë që ti shmangim pak do të influenca këto dështime që mund të pasësh në një rrugtim individual, por në fund fare do jesh ti ajo që do të shkruaj me veten, për veten, dhe tek vetja jote. Pra të dyja bashkohen këtu. Si të punosh në mënyrë individuale, si të punosh. Po, për gjithë ata që nuk e kanë shumë idenë e një rrugtimi shpirtëror, për shembull është yoga, ecje në natyrë, tokëzim, punë me veten, pra ka teknika të ndryshme, ka teknika të shumta, do ketë rryma të ndryshme të cilat do vinë pra, do vinë mënyra të tjera, akoma më të reja, sepse ne po ardit dhe dirë, po ardit energjinë e tillë dhe entitetet ose qenjet e ditës të cilat vinë nga dimensionet dhe format të tjera, po i mësoj njerëzimet në teknikat të ndryshme dhe çdo teknikë që rezonon me ty, absolutisht por duhet të kuptosh, duhet të kuptosh, të analizosh një X teknik, po më ndihmon apo thjesht po më qetëson. Për momentin dhe është në kohën përpunimi. Si ta kuptojmë këtë? Pra mund përdorosh një teknikë, çfarë do të teknikë jetë ajo, dhe nëse qetësohesh për momentin dhe për riktheh situata sërish, do thotë që teknika ka funksionuar ndoshta më shumë si qetësim i momentit. Dhe unë jam shumë pro identifikime gjetjes së shkakut dhe përpunimet të tij. Absolutisht pra të them se çdo teknikë që rezonon me ty, atë bëje. Sipas ligjit të tërheqjes, ne tërheqim atë që mendojmë. Nëse mendojmë mirë, e mira vjen, nëse mendojmë keq, e keqja vjen. Si mund ta përdorim këtë në të mirën tonë edhe në prakticitet çdo ditë? Atë do ndaloj pak të ligjit të tij siç duhet dhe ju që ne tërheqim atë çfarë mendojmë. Ose të ndryshe ne tërheqim atë çfarë duam. Unë do të përgjigjem me një pyetje. Një doktor punon me hënën e freskët dhe në fundjavë është pushim. A do thotë që doktori po punon pacient të smur, a do thotë që doktori është i smur nga hëna në freskën dhe në fundjavë është i shërkuar? Përgjigjen do gjesh ti. Do thotë jo. Ne nuk tërheqim atë çfarë mendojmë. Ne tërheqim atë çfarë jemi. Nëse unë jam në ankesa, mangësit do më rrethojnë. Nëse unë jam në ankesë dhe kuptoj, kërkoj ta di, dhe pse jam në mungesë, ase mund ta përpunoj dhe mund ta rindërtoj, rikrijoj, dhe çdo gjë ekziston planet. E çuara e tashmja e ardhmë. Pra, unë nuk jam shumë të një manifestimit ose me që se përmendet edhe ju manifestimin, a ekziston në thelb manifestimi si një formë e ligjit të tërheqjes që ne përmendëm, apo ekziston në formën që çfarë ne duam, gjithë energjia kthehet pastaj në një realizim dëshire? Okej. Ligji i tërheqjes ekziston dhe funksionon. Ligji i manifestimit ekziston dhe funksionon. Por duke qenë se planeti Tokë
planeti me i vështirësinë të dëndur, më shpejt manifestojnë gjërat të cilat janë në energji të ulët. Do të thotë ato çfarë ne nuk e dimë. Por ekzistojnë dy manifestime. Ekziston një manifestim konstruktiv dhe destruktiv. Konstruktiv është kur ti e kupton se ti e mundi. Ti e kupton se pse e gjë. Pra nëse unë e dua një stilola, sepse jam në mungesë. Pra, ky është identifikimi, ky është manifestimi konstruktiv. Manifestimi destruktiv është kur në thojza e manipulojmë me mendjen tonë, veten tonë dhe tu futet ai riprogramimi mbi riprogramin. Cila jam një shembull. Do të manifestoj diçka, nuk e di se çfarë. Një provim, do të marrësh provimin e matematikës për në kohën e përfundimit të shkollës. Ke dy mënyra. Një të mësosh edhe ta marrësh vetë, e dyta ta kopjosh. Ta kopjosh nga shufitës. Në momentin që ti kopjosh, është manifestim destruktiv për atje. E je provimin, për çka ndodh më mbrapa. Nëse do kurosh për një vend pune, për një pozicion, për një projekt, për diçka të tillë, dhe jesh javë të kapësh. Sepse ti e marrë nga tjetër, nuk e ke mësuar. Pra në këtë mënyrë, në të një shembull për të kuptuar manifestimin konstruktiv dhe destruktiv. Shpirtit, në fund nuk i intereson manifestimi, sepse shpirti është krijues. Pra kur themi të manifestojmë, ne nuk jemi nga mungesa dhe jemi në mungesë. Ndërsa duke manifestuar në mënyrë konstruktive, ne bëhemi krijues, jo vetëm manifestuar. Nuk e di sa qartë. Po. Atëherë, ne duhet çlirohemi nga e kaluara, por si mund ta bëj këtë dikush që ka të vështirë të falë dhe sa e rëndësishme është falja për të shëruar emocionalisht dhe çfarë ndodh me trupin, me shpirtin, me emocionet tona kur ne nuk falim. Okej. Ta prekum në pika të duhura. Falja, nëse unë kam një mbledh me ty, një natë, një xhelozi me ty, të thotë që të përpakërë diçka. Nëse unë të fali ty dhe kjo që ja duhur, por si mund të fali unë ty duke të duhur ty. Se ndodh një mosmarrëveshje, ose pse ndodh një marrëdhënie e cila jep rezultate gjendje emocionale jo të mirë të njëri person. Do të thotë që ti më pasqyron diçka mua. Pra, nëse shikojmë nga këndvështrimi energjetik dhe fizik, do të thotë që ti po më ndihmon mua që unë të pastroj diçka dhe duke pastruar një energji ose një temë, sepse tema është në fund. Duke më ndihmuar për të kuptuar këtë temë, ti po më bën nder mua. Nëse shikojmë nga këndvështrimi energjetik dhe shpirtëror. Ndërsa nga doli gjithmonë do pajsojmë tjetrin. Si mund ta bëjmë? Gjithmonë pa mënyra të ndryshme. Unë prapë e sugjeroj ta gjejmë në çka formë. Pra, pse X person më bën të ndihem kështu? Çfarë po më mëson? Cili është mesazhi që po më jep? Çfarë duhet të shikoj të ndryshme? Unë jam pro të shkoj. Por si që thash, më përpara proqekti i li zgjat dhe të Shpesh herë ju jeni edhe kundra mendësisë viktimës. Si mund të dalë një person nga gjendja e të viktimizuarit dhe mos lecurit përpara? Okej, çfarë është viktimizimi? Viktimizimi është një ngjetje energjetike, një nivel energji i ulët. Pra ne vibrojmë, çdo gjë vibron, çdo gjë vibron në frekuenca të ulta. Njeriu mendon se do të bëjë një lloj vetes. A po ankohem? Po. Partitova? A mund ta provoj ndryshe? Po. Çfarë është ajo ndryshe? Pyeta shikoj sepse jam. Pra gjithmonë është një zgjedhje në njëri. Mund të dalin në gjendja viktimizimit. Viktimizimi nuk të çon asnjë. Thjesht vibron në frekuenca të ulta.
Si mund ta zbuloj dikush potencialin e tij të vërtet? Okej. Po vetë fundit, pas shumë persona të cilët në madje edhe pak në podcast e mbylla një sa për vajzë të cilat si kontorë ekonomike, parështë është kontor, kompushtet një, çdo gjë një po nuk di. Pa do thotë kjo. Kjo do thotë që ai person nuk është në misionin e tij. Dhe kur gjatë seancës kuptuam që kishte pas një mision prej tjetër i cili ky person e kishte patur edhe në fundin e tij, por e kishte neglizhuar ndoshta edhe nga sugjerimet e familjarëve të rrethit ku jeton, ndoshta edhe për komforti, ekonomia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që kur jemi në misionin çdo gjë tjetër për ty, je gati të çfarë të çfarë ndihmesa, plotësime, do të vinë bolla shpirtërore do të cilët andej nuk i pret, dhe tonë ti absolutisht nuk i pret. Është njësoj që po tash, domethënë se përdorim në njerëzit, e shpirti tapetin e kuq për të arritur diçka. Të tapetin e kuq ashtu po tash shpirti kjo. Dhe dia jote për ta përjetuar dhe për të dhënë sa më shumë nga ai mision. Çdo me tash një. Atëherë, për ta përmbyllur, çfarë e pengon më shumë një njeri të ndryshojë jetën e tij? Vendimarrja. Vendimarrja, marrja përgjegjësisë, nuk është e lehtë, e kuptoj absolutisht sepse unë vetëm duar, por vendimarrja është ajo që pengon. Dhe derisa ti të gati, kur nuk jemi gati. Pra, gjithmonë momenti lanishëm është i duhurit. Mund të presim ditën e hënë për të nisur diçka, mund të presim datë 1 për të nisur diçka, mund të presim një kohë tjetër sepse të jemi më lirë, etj, ose duhet të pres për shembull funksionator duhet të pres që të jem gati, kur je gati, asnjë s'e gati, pa që gati nuk je gati. Në çdo moment, unë mendoj që momenti për çdo vendimarrje.